Seanca e sotme plenare në Kuvend nisi me 1 minutë heshtje për familjen e Adem Jasharit dhe për ish-deputetin e Partisë Demokratike, Tomor Dosti. Mazhoranca votoi me 83 vota pro ndryshimet në 7 ministri gjatë një seance parlamenti të shoqëruar me debate dhe bllokim të foltores nga ana e opozitës. Gjatë procesit të votimit, shkarkimi i zëvendës kryeministres Belinda Balluku mori numrin më të madh të votave pro, 85, ndërsa ajo që ra në sy ishte vota kundër e Sali Berishës dhe Josefina Topallit për shkarkimin e ministres së jashtme Elisa Spiropali. Sa i përket ministrave të rinj, deputetët e Partisë së Lirisë dhe disa nga deputetët e Partisë Demokratike votuan kundër, ndërsa shumica e tyre nuk morën pjesë në votim. Debate të forta mes opozitës dhe mazhorancës pati për çështjen Balluku. Gazmend Bardhi kërkoi që në rendin e ditës të përfshihej dhe raporti i PD-s për rastin Belinda Balluku, por ky qëndrim u kundërshtua nga Taulant Balla. Sipas rregullores, konkretisht pikës 3 të nenin 118 të rregullores Kuvendit, ju zoti kryetari jeni detyruar ta përfshini raportin si pjesë të seancës më të parë të Kuvendit të Shqipërisë pas dorëzimit të raportit. Raporti është dorëzuar të hënën dhe seanca më e parë që përcakton rregulloria e Kuvendit është seanca e sotme. Në rendin e ditës që ju keni sapo lexuat dhe i keni paraqitur deputetëve të martën, nuk është përfshirë shqyrtimi i kësaj kërkese, e cila ka natyrë urgjente, po ju po e çoni drejt, pra dhe një javë ka mbetur që kërkesa praktikisht konsiderohet e rrëzuar për shkak të mosmarrjes në shqyrtim. Sa i përket gënjeshtrave që u hodhën në këtë sallë, qëndrimi ynë ka qenë i qartë. Ju lutem lejoni kolegun të mbaroj fjalën. E Këshillit të mandateve në emër të 5 deputetëve antar të Këshillit mandateve përfaqësues të Partisë Socialiste, e kemi bërë qartë qëndrimin ton dhe po ashtu në përfundim të mbledhjes kemi komunikuar se si e sqaron rregulloria e Kuvendit këtë akt procedural të Kuvendit Shqipërisë. Ndërkohë pas 3 muajsh përjashtim, sot janë rikthyer në parlament 6 deputetë të Partisë Demokratike, të cilët ishin përjashtuar për shkak të ndezjes së flakadanëve në seancë. Rikthimi i Flamur Nokës, Albana Vokshit dhe Klevis Balliut u reflektua që në nisje të seancës, ku për shkak se Peleshi nuk i dha fjalën Berishës për të folur, deputetët e opozitës bllokuan foltoren gjatë procesit të votimit të ministrave të rinj.